Sot do flasim për profilin e emergjencës. Çfarë është profili i emergjencës dhe si ta realizojmë atë? Tu kemi një kuror që klinika na e ka sjellë mrapsh, sepse don që t'ja heqi pjesën e undercutit që ka kriju kurora. Në këtë rast kemi këtë balkon këtu, që nuk është forti sakt. Kemi këtë masën në këtë mënyrë dhe këtë masë do ishte më mirë sikur profili i emergjencës të merrte me një transfert në mënyrë individuale. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që rreth përqak mund të kishim vendosur pak kompozit që të ishin informacionet e sakta të gengivës. Sepse në këtë rast, kur mjeku vendos transfertën dhe don të marrë masën, qofse nuk profilin e emergjencës nuk e plotson me kompozit, atëherë gengiva bën një kolaps edhe të del në këtë mënyrë. Por ne kemi marrë informacion nga mjeku që tapa e shërimit është me diametër 6 dhe në këtë rast do shkojmë të modifikojmë gengivën që do dali nga modeli edhe pastaj do plotësojmë me porcelan pjesën e mangët. Çfarë është një transfert e plotësuar me kompozit ose një marrje mase në mënyrë individuale me transfert? Është pikërisht kjo, ku mjeku gjithë profilin, para se të marrë masën i ka vendosur kompozitin, pastaj ka vendosur silikonin që ka marrë masën. Dhe në këtë rast ne shkojmë të bëjmë identik të profilit emergjencë që na jep mjeku.